Balerinët e parë të teatrit të La Scala dhe tashmë të Boston Ballet Petra Conti dhe Eris Nezha janë në provat përfundimtare për baletin e njohur Giselle, i cili do të shfaqet në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit gjatë mbrëmjes në orën 19. Çifti balerinëve, të cilët përveç se partnerë në balet janë edhe në jetë, do të shoqërohen gjatë kësaj performance të parë në Shqipëri nga trupa e baletit dhe orkestra simfonike e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Pjesëmarrja e çiftit të artistëve me famë ndërkombëtare në veprën e famshme të Adolf Adam u bë e mundur në saj të mbështetjes së Institutit Italian të Kulturës në Tiranë. Gjithashtu Giselle do të jetë në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit edhe mbrëmjen e së dielës.